Një moment sa befasues, aq edhe komik, u kap gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, ku presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u filmua teksa gjatë shtrëngimit të duarve i kapi gishtin presidentit francez Emmanuel Macron. Vizita, e cila ka marrë vëmendjen e mediave turke, u bë virale pas këtij momenti të dy liderët qeshën. Sipas informacioneve të publikuara nga disa media të huaja, Macron kishte tentuar të tregonte dominim gjatë shtrëngimit të duarve, duke vendosur dorën mbi atë të Erdoganit, një gest klasik që zakonisht simbolizon kontrollin, por presidenti turk nuk e lejoi këtë. Analizat e gjuhës së trupit e cilësojnë këtë si një përmbysje klasike, një kundërveprim pasiv-agresiv që e nxjerr nga balanca liderin tjetër, pa thënë asnjë fjalë